заради вистината дека создавањето на албанската држава во ноември 12 година беше круна на интензивни национално-ослободителни борби во периодот од 34 години. Се разбира дека националната историја на албанците е подлабока отколку источната криза па до самиот факт на создавање на албанска држава. По мое скромно мислење, сметам дека вистинскиот почеток на националните борби на албанскиот народ се почнати во 30-тите години од 19 век, во периодот кога турската империја практично сакаше да ги централизира и финансите и управата и ја згази традиционалната самоуправа на албанците и ги стави во положба најголемиот дел на албанците, особено муслиманите албанци, во една подредена положба што беше доживеана како непримерна положба. Например, сами Фрашери кажува дека тоа е робска една положба. Например, пред него лице кое што е вклучено во политичките борби, Джелал Паша, например, исто така уште во 60-тите години укажува дека неговата нација е повредена од тоа што е ставена во една робска позиција и самиот факт на согледување на посебни албански интереси кај албанците муслимани визави Османската империја означува почетокот на националниот процес. Таа голема енергија, вклучена во некаде приближно 70% од населението, ги повлече во еден преродбенски процес и албанците православни, и албанците католици, и се случи една многу богата преродба, која што од една позиција на раздвоеност и спротивставеност на албанското етничко тело, започна еден процес на обединување. И албанците успеа да создадат држава, а не успеа македонците во 12 година, заради тоа што албанскиот процес конечно успеа, како што би рекол Луик Гура Куки, во клучен момент да ги обединат сите сили во иста цел, а македонците тогаш беа разделени. Kur dëgjojmë historian të tjerë që tregojnë historinë tonë, dhe në këtë kontekst nuk ka divergjenca, apo jo, e pranojmë ashtu siç është, sepse në fakt ka ndodhur këto gjëra. Megjithatë, vetë profesori Popovski, por edhe ju profesor të nderuar të tjerë, po sillni fakte të reja në këtë 100 vjetor. Dhe si duhet të trajtojmë ne tashmë historinë duke parë parasysh këto fakte të reja? Ju, zoti Bujar, sapo keni botuar një libër. Po faktikisht ky përvjetor, 100 vjetori pavarësisë Shqipërisë, shtetit shqiptar, është i rëndësishëm për shumë aspekte, sepse ajo që ishte propaganduar nga ata që nuk ja dojshin të mirën shqiptarëve në vitet e në ato kohë, domethënë të vështira, u dëshmua se shqiptarët dinë të bëjnë shtet, dinë të mbajnë shtet dhe dinë të ecin përpara. Sot ai fillim i shekullit 20 e krijoi këtë mirë për shqiptarët, sado që për një pjesë të madhe për hapësirës shqiptare krijoi një plagë të re në zhvillimet e më të tjeshme, por tash shekullin e 21 ne jemi në një pozicion shumë më të mirë, edhe klasa politike, po edhe struktura e inteligjencës, e shkencës, e shkencëtarëve. Dhe nuk lejohet në aspektin moral, njerëzor, shkencor, që historianët e shekullit 21 të kalkulojnë ashtu që kanë kalkuluar disa pseudo-historianë, qoftë nga pavarësisht çfarë etniciteti i kanë takuar, dhe të bëjnë falsifikime historike, mos e thojnë të vërtetën, dhe mbi bazën aty në falsifikime të prodhojnë konflikte, të prodhojnë lufta, të cilat i kanë shkaktuar shumë dame rajonit tonë, jo vetëm shqiptarëve, po të gjithë. Të cilat janë ndoshta faktet ose faktet e reja ose ato më shumë faktet që do t'i mësojmë
tani në këtë përvjetor të shpalljes së pavarësisë. Thash pak më herët, zoti Popovski është duke bërë një libër për marrëdhënie që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe maqedonasit, të cilat sidomos këtu në Maqedoni nuk ishin shumë të përhapura ose të ditura më herët, por historiografia shqiptare, zonja Duka, ju thatë që keni bërë studime në arkivat e Londrës. Po. Me sa e informuar, Instituti i Historisë pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike është duke përgatitur për një konferencë të madhe ndërkombëtare ku secili prej historianëve shqiptar dhe historianëve tuaj dhe një prej cilëve do të jetë dhe kolegu im Bernd Fischer, i cili vazhdimisht e përgëzojmë për monografitë që ai ka bërë për historinë e Shqipërisë, që janë model, jo vetëm për mënyrën që janë model për të mësuar ne dhe studentët tanë, jo vetëm për mënyrën se si duhet shkruar historia e popullit tonë, por dhe metoda që përdoret për ta shkruar këtë histori. Por fatmirësisht ne sot kemi dokumenta shumë të rëndësishme në dorë. Unë personalisht, bashkë me bashkëshortin tim, dëshirojmë që të botojmë një vëllim me dokumentat angleze shumë të rëndësishme që shoqëruan dokumentat angleze që flasin për periudhën para përgatitore të shpalljes pavarësisë, dhe unë personalisht dua të botoj rreth 4 vëllime që ndoshta t'i përmbledh pastaj janë 4 vëllime të cilat ndodhen në arkivin e Londrës, po t'i përmbledh në një vëllim të gjitha dokumentat që janë që jo paraprin, po që flasim për ngjarjet që ndodhën pas shpalljes së pavarësisë. Çfarë tregojnë diçka të re këto dokumenta? Normal që në një program të tillë me kaq të shkurtër nuk mund ta shpalosim gjithë historinë. Megjithatë, ky program ka një titull, një histori me më shumë fakte. Domethënë, cilat do ishin ato faktet e reja që pastaj të kalojmë edhe tek secili. Po, unë falenderoj, do flas shumë pak për ato fakte sepse aq e kam minutazhin dorë. Shumë dokumenta flasin se si Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit, që erdhi në Tiranë, që erdhi në Vlorë, me njëri emëruar nga konferenca e ambasadorëve, se si ai u soll me qeverinë e Vlorës, se si ai nuk e njohui qeverinë e Vlorës si qeveri kombëtare, se çfarë lloj pazaresh janë bërë brenda Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, nëse qeveria e Vlorës duhet të njihej qeveri kombëtare apo jo. Më në fund vendosën të mos e njihnin, por kur vendosën të mos e njihnin, vazhduan debatet brenda anëtarëve të KNK-s, pjesë e mosmarrveshjeve të fuqive të mëdha në raport me Shqipërinë, nëse qeveria e Vlorës do të konsiderojë qeveri kombëtare apo jo. Nuk u konsiderua si i tillë, sepse në Durrës, po në vetë shqiptarët, një pjesë e elitës, Esat Toptani, krijoi një qeveri tjetër në momentin kur ne shqiptarët duhet të ishim më të bashkuar. Dhe pse fuqitë e mëdha vendosen që dhe Esat Toptanin ta njohin si qeveri shqiptare, kur qeveria e Vlorës, pavarësisht se ajo nuk doli si një qeveri nga zgjedhjet të përgjithshme në Shqipëri, por në të buan dhe morën pjesë përfaqësues nga elita politike e gjithë shqiptarëve të 4 vilajeteve, kurse Esat Toptani me një grup përkrasit të vet, Shqipërisë së Mesme, ku kishte dhe saret e veta, krijoi qeverinë e vet. Por një pjesë e fuqive të mëdha, sidomos Franca e mbështetur nga Anglia, për shkak të mbështetjes të faktorit slav, dëshironte që Shqipëria të mos paraqitej si unike në sy të fuqive të mëdha. Prandaj, krahas qeverisë së Vlorës, njohën dhe qeverinë e Esat Toptanit. Kështu që ka dokumenta shumë interesante se si kanë lëvizur këto bisedime, se si kanë lëvizur interesat e fuqive të mëdha në raport me Shqipërinë. Dhe dua të them vetëm një gjë, që po të shohësh këto bisedime, shef se sa e rëndësishme është qëndrimi austro-hungarez dhe italian për çështjen shqiptare. Pa mbështetjen e të cilëve, ne sot nuk do të festonim 100 vjetorin. Profesor Popovski, kur dëgjoni fakte të tilla të reja, dhe kur i krahasoni me ato tuajat të rejat, cila është përshtypja që krijoni për historinë? Dhe do doja këtu që të përmendni edhe disa prej atyre momenteve që ju do t'i taksoni në librin tuaj që do duhet të botohet së shpejti. Во врска со самото формирање на албанската држава, очигледно е дека имаше многу контроверзи поврзани со интересите на балканските држави и поврзани со големите сили како патрони на одредени балкански држави. И тука е сосема јасна ситуацијата дека царска Русија стоеше зад интересите на Србија и на другите православни или словенски и православни држави на Балканот.
И главното прашање во 12-та година после големото востание на албанците предводено од Хасанбек Приштина и особено после почетокот на Балканските војни на 5 октомври 12 година, на сите им стана јасно, па и на Русија, дека Албанија мора да се конституира како држава, со тоа што беше првото прашање дали таа држава би била независна или би била автономија и во какви рамки. Например, интересен е тука податокот на исказот на рускиот министер за надворешни работи, кој што кажа дека не е проблем да се создаде албанска држава. Конечно, од Рајштадската спогодба 1876 година во континуитет Русија постојано мораше да го признае тој факт дека треба да се создаде албанска држава, но тој кажа дека проблем станува што се подразбира под албанска држава и кои се границите на албанската држава, што значи дека околу признавањето на албанската држава и целокупната конфронтација околу границите на Албанија, на таа албанска држава, која што конечно во јули месец 13 година стана независна, бидејќи ги изгуби султанот териториите во меѓувреме после Балканските војни, што значи дека прашањето на границите се прашање на еден компромис меѓу големите сили, а не е тоа прашање на објективни етнички територии слично. Конечно, Албанија е подкусувана во етничките територии од Берлинскиот договор. Она ја плати цената на изгубената битка. Професор, буримето е историке круесишт janë nga arkivat ruse. Burimet e profesorëve të tjerë shqiptar, po sidomos zonjës Duka, janë nga arkivat e Londra. A ka përputhje në fakte? Од документацијата што ја истражувавме ние се согледуваат контроверзите меѓу големите сили и позициите на Русија визави другите големи сили, а инаку што се однесува до фактите поврзани со албанското ослободително движење, со авторитетот на тоа движење и наметнувањето на движењето за создавање на албанска држава, тука нема никакви разлики, што значи дека Русија не смета дека албанската држава е вештачка конструкција или слично, туку настојува само да ја притисне и да создаде повеќе простор за своите пулени кои што ги протежира на Балканот. Меѓутоа би сакал да укажам дека руската албанологија не оди паралелно под рака со руската политика. Do të rikthehemi pas pak në studio.